Partitë politike ndezin sot motorët e fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Një muaj e thesh elektorale mes kampeve që garojnë për pushtet dhe atyre që kërkojnë të thyejnë binomin PS-PD për herë të parë që pas pluralizmit në Shqipëri. Socialistët dhe kryeministri Edi Rama do kërkojnë mandatin e katërt pas 12 vitesh qeverisje me sloganin e tyre Shqipëria 2030 në BE, kurse demokratët do të kërkojnë mandatin për të rikthyer pas 12 vitesh në pushtet, pas një lufte të gjatë të brendshme politike dhe me disa fraksione që garojnë të ndara për mandate deputetësh. Një muaj fushat që parashikon një agjendë të ngjeshur takimesh elektorale në të 12 qarqet e vendit për 140 mandatet e kuvendit ku çdo forcë apo koalicion sipas formulës së re elektorale ka 186 kandidat për deputet ku 46 janë nga lista e mbyllur dhe 140 nga lista e hapur. Partia Socialiste sot ka kryesisht takime me gratë në të 12 qarqet me motivin për afrimin e grave në politik dhe përfshirjen e tyre në struktura drejtuese të vendit sa më shumë. Ndërkohë Partia Demokratike nis sot në orën 19 në sheshin Nën Tereza zyrtarisht fushatën elektorale për zgjedhjet e 11 majit. Kreu i PD Sali Berisha do të jetë një nga folësit politik, ndërsa tjetri që pritet të ketë një komunikim do të jetë edhe strategu i fushatës së Donald Trump, Chris Lasivita, i cili pritet mbërrijë në Shqipëri mbrëmjen e sotme. Ndërkohë që në podium pritet të ngjiten edhe qytetarët të cilët do të trofejnë historitë e tyre. Më 12 prill do të prezantohet programi ku kandidatët sipas një udhëzimi do të takojnë qytetarët për t'u bërë të ditur programin. I pyetur se cilat ishin pritshmëritë për numrin e mandateve që Aleanca për Shqipërinë Madhështore do pres nga 11 maj, Berisha preferoi të mos flasë me numra. Vet Partia Socialiste fushatën e hap zyrtarisht më 12 prill ora 12, simbolik që lidhet me 12 yjet në flamurin e Bashkimit Evropian, destinacion që socialistët e kanë premtim kryesor. Fushatën më 12 prill, një orë para socialistëve, do e çelë edhe Lulzim Basha që në këto zgjedhje hyn në logon e koalicionit Euroatlantik. Ndërkohë edhe Partia Mundësia, Gron Shehaj, do të çelë po ashtu sot fushatën në një mënyrë të veçantë. Shehaj do të zhvillojë një tur nga veriu në jug me autobus të personalizuar me simbolet e partisë së tij. Ai do të niset nga Shkodra në mëngjes dhe në mbrëmje e mbyll turin në Sarandë. Ndërkohë nisma Shqipëria BE do të hap fushatën në Vlorë më 12 prill ora 18 në sheshin Flamuri. Lëvizja Bashkë Arlind Qorri do të hap zyrtarisht fushatën elektorale më 13 prill në Fier ora 10:30 te Teatri Bylis. Djathtas për zhvillim nuk do të zhvillojë diçka të posaçme në kuadër të çeljes zyrtare të fushatës, pasi sipas saj aktiviteti hapës i fushatës së tyre quhet ai 24 marsit te Hotel Tirana.